Do të flasim sërish për Kosovën, në linë drejt për drejt, kemi zotin Ardit Gjinali analist, njohësi çështjeve ndërkombëtare. Përshëndetje, zotë Gjinali, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesë. Atëherë rreth 70.000 të regjistruar nga diaspora e Kosovës për të marrë pjesë, për të votuar në këto zgjedhje. Një numër shumë i ulët krahasuar me rreth 105.000 që regjistruan në muajin shkurt të këtij viti. Ju e cilësoni më tepër si pjesëmarrje direkte, meqense supozohet që ata të vinë me rastin e festave të fundvitit, apo kam pak interes? Është e vërtetë që dje ishte afati i fundit për sa i takon regjistrimit total të numrit të votuesve nga diaspora, njëjtësisht ishte edhe përcaktimi i listave të kandidatëve, ashtu si dhe përcaktimi i numrave rendor për sa i takon në partive politike që do të konkurrojnë në zgjedhjet parlamentare të jashtëzakonshme të 28 dhjetorit që do të mbahen në Kosovë. Për sa i takon pyetjes suaj, është e vërtetë që në vlerë absolute numri absolutisht që është më i ulët në raport me regjistrimin e datës 9 shkurt. Patjetër që një faktor dhe një element kryesor që duhet përmendim është fakti që një pjesë e diasporës absolutisht që do të jetë në Kosovë gjatë periudhës së pushimeve të fundvitit, sipas raportimeve të ndryshme dhe sipas kontakteve të ndryshme që parashihen gjatë këtyre ditëve. Nga ana tjetër, por mbetet për të theksuar fakti që kjo do të shihet absolutisht në momentin e pjesëmarrjes totale në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Është për të përmendur fakti që nuk përjashtohet dhe elementi i një interesi i cili mund të jetë më i reduktuar, por kjo, siç u thash, mbetet për të parë në nivelin absolut të pjesëmarrjes në tërësi në zgjedhje. Është për të theksuar që partitë politike kryesore, 4 partitë kryesore parlamentare, bashkë me nismën 5, kanë shtuar angazhimin e tyre përsa i takon në inkurajimit të elektoratit të tyre në diasporë, inkurajimit të secilit prej segmenteve të cilët për një arsye apo një tjetër nuk kanë pasur të njëjtin valë angazhimi në vitet e shkuara. Të gjitha partitë janë mobilizuar, siç është parë, shumica e drejtuesve kryesor të partive politike kanë qenë në takime të organizuara jashtë vendit, aty ku është përqendruar dhe kryesisht diaspora dhe votuesi kosovar në disa prej shteteve të Europës perëndimore. Nuk, siç e thash pak më lart, nuk përjashtohet në mënyrë absolute mundësia e një rreziku të një pjesëmarrje më të ulët, si rezultat i një lodhje në tërësi të një formë proteste kosovar për sa i takon krizës së të zgjatur politike, dhe njëkohësisht edhe proceseve të cilat kanë qenë shumë afër, proceseve zgjedhore të cilat kanë qenë shumë të afërta në kohë me njëri tjetrin. Megjithatë, ditët në vijim, pavarësisht fushatës së shkurtër, janë të mjaftueshme që partitë politike përkatëse të ushtrojnë të gjithë potencialin e tyre për të inkurajuar aty ku do të munden, për të inkurajuar absolutisht një shtim të pjesëmarrjes si përsa i takon votuesve në diasporë, të cilët mund të jenë edhe në Kosovë gjatë periudhës së festave të fundvitit, nga ana tjetër edhe të votuesve rezident, të cilët qëndrojnë në gjithë vitin në Kosovë. Ekziston në rreziku njëkohësisht që i njëjti rezultat si në shkurt të jetë edhe në 28 dhjetor, pra në një farë mënyre të vërtetojnë që këto zgjedhje kotu realizuan. E sigurt me gjas, pavarësisht se probabiliteti matematikor lejon secilin rezultat, me gjas e sigurt është që nuk do të ketë një fitues të vetëm. Pra, secila nga partitë kryesore nuk do të ketë mundësi që ta kryejë dot e vetë me qeverinë. Me gjas, kjo është thuajse e sigurt, bazuar në të gjitha projekcionet, bazuar në rezultatin në shkurtit, bazuar në anketa, apo bazuar dhe në rezultatet e zgjedhjeve vendore, pavarësisht se në Kosovë janë të natyrave të ndryshme, por bazohet në rezultatet e zgjedhjeve vendore, si për kandidatët, për kryetar komunash, ashtu dhe për subjektet politike. Ky moment duket qartë që me gjas, ky moment politik do të prodhojë një shumicë e cila nuk do të arrijë dot të krijojë qeverinë e vetme. Si shkak i këtij fakti,
dhe i këtij jetësimit të mundshëm të vullnetit politik të elektoratit të Kosovës, sërish thirret konsensusi si mundësia dhe vlera e pakontestueshme, pa të cilën absolutisht secili prej aktorëve politik në Kosovë nuk mund të bëjë dot dhe nuk mund të shmanget. Mësimi që besoj është nxjerr, mësimi politik është nxjerr gjatë këtij kalendari 9 mujor dhe më shumë se 9 mujor, i pazakont, i panevojshëm dhe i padëshirueshëm, as pak efektiv për Kosovën në tërësi, mendoj që do t'i bëj liderët e partive politike përkatëse, duke lexuar drejt dhe qartë vullnetin politik të qytetarit në Kosovë, në zgjedhjet e 28 dhjetorit, të reflektojnë dhe absolutisht të shohin mundësi të reja të një bashkëpunimi i cili absolutisht është tërësisht i mundshëm dhe nuk ka kurfar arsye përveç se ambicieve të vogla, interesave të vogla politike, llogarive të vogla, drejt shkurtëra, afat shkurtëra dhe as pak efektive për interesin shtetëror të Republikës Kosovës, nuk ka asnjë arsye që ky konsensus politik mos të arrihet. Nuk është romantizëm, nuk është as pak idealizëm, është thjesht një mundësi politike e vërtet që thjesht nëse thirret në vëmendje përgjegjësia politike dhe interesi shtetëror, ky konsensus absolutisht është i mundshëm dhe i realizueshëm. Nëse do të kemi një pasqyrë të zgjedhjeve të shkurtit, zoti Gjinali, dhe nëse do të ketë një vullnet nga ana e partive politike për të mos shkuar në një terren akoma më të panjohur, si mendoni se do të jetë skenari më i mundshëm, vetëvendosja koalicion me ndonjë prej partive më të vogla mbase AK-n apo një koalicion i gjerë mes partive opozitare? Unë besoj që së pari, secila prej 3 partive kryesore opozitare në legjislaturën e shkuar, bashkë me partinë e 4 nisma, e cila për te vështirësisë do të ketë për të kaluar pragun, absolutisht që bëj fushatën e vet intensive, jam i bindur që zoti Limaj do të ndërmarrë fushatën e tij intensive për të arritur që të jetë në parlamentin e ardhshëm, por me gjitha 3 partitë kryesore të quajturit blok opozitar, absolutisht që jam i bindur që do të përpiqen absolutisht që të maksimizojnë dhe të shtojnë fuqinë e tyre elektorale, duke u bazuar dhe në rezultatin e zgjedhjeve vendore. Mendoj që secila prej këtyre partive, së pari Partia Demokratike e Kosovës si partia e dytë në zgjedhjet e 9 shkurtit, mendoj që ka arritur një kohezion të brendshëm politik, i cili do t'i garantojë minimalisht të njëjtin rezultat me zgjedhjet e 9 shkurtit, me gjasa të një rritje të mundshme për sa i takon momentit në të cilin ata do varë si do të operojnë dhe si do të maksimizojnë votën në disa rajone ku ata absolutisht janë në pozita të konsoliduara, apo si do ta përkthejnë edhe rritje të caktuara që ata kanë patur në disa komuna të tjera, si do ta përkthejnë këtë rritje në zgjedhjet vendore në zgjedhjet e përgjithshme gjithashtu. Liga Demokratike e Kosovës në fakt është partia e cila ka rritjen më të madhe elektorale si në zgjedhjet e 9 shkurtit, njëjtë edhe në zgjedhjet e tetorit, si në të 2 raundet, ku duhet përmendur që Liga Demokratike e Kosovës është partia e cila në Prishtinë arriti që të jetë pas 12 vitesh forcë e parë në kuvendin komunal, për te fakti që fitoi komunën e Prishtinës. Dhe në të njëjtën kohë ka qenë forcë e parë dhe shtoi se forcë e parë në të gjitha komunat në të cilat ajo ka arritur të fitojë, ndryshe nga 4 vite më parë, ku për te fakti që arriti të fitonte komuna, si forcë politike në kuvendit komunale nuk ishte forcë e parë. Dhe këtu përmendet dhe komuna Obiliqi, që për te fakti që LDK e ka humbur këtë komunë në të shkuarën, në këto zgjedhje, në 4 vite më parë, për te fakti që kishte fituar, ishte në numra shumë të vegjël në raport me këtë vit, ku LDK është e para në këtë komunë. E mora thjesht si shembull ilustrativ për të treguar. Nga ana tjetër, Aleanca për Harmoninë e Kosovës, gjithashtu ka arritur të ruajë numrin e komunave, por ka njohur rritje në komuna të caktuara përfshirë të Prishtinën. Unë mendoj që absolutisht që Prishtina do të jetë absolutisht një tregues dhe një matës dhe një element i fuqishëm në të cilin partitë opozitare kanë të gjithë terrenin politik
për vepruar dhe për të kërkuar rritjen e tyre, se cila për këtyre partive, duke u bazuar në zgjedhjet e fundit, duke u bazuar në blokadën dhe shumë shka që ka kaluar qyteti i Prishtinës, si rezultat i një konflikti të stisur me përgjegjësi kryesore tek qeverisja qendrore. Në fakt, mendoj që Prishtina do të jetë rajoni, qyteti dhe momentin në cilin mund të jap një dimension të ri për sa i takon numrave dhe fuqisë opozitare të tre partive të grupit të ish grupit opozitar. Për sa i takon skenarëve të koalicioneve, gjëja më e rëndësishme është absolutisht arritja e konsensusit. Pastaj skenarët do të jenë në varësi të vullnetit të shprehur nga qytetari i Republikës Kosovës në zgjedhjet e jashtëzakonshme 28 dhjetorit. Do të jetë një koalicion i vendosjes me një parti më të vogël, do të ketë një koalicion të bllokut të ish partive opozitare. E rëndësishme është që ai koalicion të garantojë një mazhorancë solide dhe njëkohësisht të hedhë themelet e duhura për të garantuar zgjedhjen e presidentit të Republikës dhe garancinë për të deputet në sallë në momentin në cilin do të hapet procesi i zgjedhjes të presidentit të Republikës në muajin mars të vitit 2026. Por momenti kryesor të cilin duhet të kalojë absolutisht klasa politike kosovare ka të bëjë me konsensusin, i cili duhet të gjendet, besoj se do të gjendet. Çfarë u kalua mbetet një mësim për të mos u harruar dhe absolutisht një tregues i faktit që ajo periudhë duhet shihet si periudha ku nuk duhet ishim, jo si periudha për të përsëritur. Dhe unë besoj se pjekuria politike do të prevalojë dhe besoj që do të arrihet që të gjendet një konsensus politik për të vijuar disa procese jetike dhe thelbësore për Republikën e Kosovës. Edhe një pyetje shkurtimisht, mendoni se lista serbe, por gjithashtu edhe 10 vendet e tjera për partitë e tjera të minoriteteve do të kenë rëndësi apo sërish do të jenë jashtëlojë sikurse ndodhi pas zgjedhjeve të shkurtit? Shikoni, ato janë vendet përcaktuara. Po. Dhe praktikisht të 20 vendet që përkasin në minoritete janë të përcaktuara. Duhet kujtojmë një fakt. Pavarësisht përkatësisë etnike të këtyre minoriteteve, absolutisht që minoritetet përbëjnë një nga kriteret kryesore të Kartës Kopenhagenit. Dhe absolutisht që përbëjnë një nga detyrimet kryesore të cilat Kosova përmbush në garantimin efektiv të shtetësisë dhe ushtrimit të efektiv të shtetësisë saj dhe të gjithë tërësisë së territorialitetit, pavarësisht përkatësisë etnike. Patjetër që lista serbe është fatkeqësisht një realitet politik, përfaqëson vullnetin e shumicës në një territor i cili është e vërtetë që më parë ka qenë shqiptar, sot patjetër që është i populluar nga një shumicë cilësuar popullsisë me përkatësi etnike serbe, por realiteti përvarësisht sa i drejt apo i padrejt është, patjetër që është i padrejt, tërësisht i padrejt. Absolutisht që ky është realiteti dhe me këtë realitet ne duhet të vijojmë rrugtimin e konsolidimit të shtetit Kosovës. Unë mendoj që në çdo rast tendenca për të barikaduar listën serbe nga ana tjetër thjesht do të shtonte kohezionin e pakicës me përkatësi etnike serbe në ato zona që të grumbullojë rreth listës serbe. Dhe ndonjëherë me dashje apo pa dashje vërejmë një konsolidim të pozicionit listës serbe për faktin që lista serbe është tendenca për të barikaduar listën serbe në anën tjetër të medaljes dhe për ta njësuar shpesh listën serbe me kundërshtar politik në skenën politike kosovare, kryesisht dhe tërësisht e përdorur nga lëvizja vetëvendosje kjo fatkeqësisht si retorik, dhe shpesh kjo e bën listën serbe që thjesht dhe vetëm të rreshtohet dhe gjithë elektorati, ai elektorat, shumica dërmuese atij elektoratit thjesht të rreshtohet krah lista serbe dhe të konsolidoj pozitën e saj politike. Betimi u realizua i kryetarëve të komunave dhe nga ana tjetër shpresoj që ky proces edhe i betimit përtej faktit pozitiv të një procesi të qetë, uroj shumë që të jetë edhe përfundimisht përmbyllsi që do të dërgojë më pas drejt heqjes së shumë pritur të sanksioneve nga ana e Bashkimit Evropian. Ka pasur një deklaratë të ambasadorit të Bashkimit Evropian Kosovë që ka theksuar që heqja e kufizimeve me gjaz do të jetë përfundimtare pas betimit të kryetarëve të komunave. Urojmë shumë që kjo të ndodhë, sepse ka qenë një barë e pamerituar për Kosovën absolutisht.
absolutisht që ato sankcion nuk duhet ishin. Kosova ishte viktima e shumë Lajnskës, por në shumë raste e drejta që padyshim ishte në anën e Kosovës, nuk ka ditur qeveria e Kosovës me kryenetësi, me pavësi, ta përcjellë pikërisht të drejtë dhe këtë absolutisht cënim që përfundoi deri në vrasjen e një efektivi të policisë kosovare, të Nderit Bunjaku, të paraqitej pranë kancelarive ndërkombëtare pikërisht me të drejtën cilën ajo kishte në krah, por duke vijuar me një retorik kryeneçe, shpesh pa avë dhe përkryuar disa fabula në realitetin e brendshëm politik, dërgoi drejt vijimit të këtij procesi të kufitimit dhe sanksioneve nga Bashkimi Evropian, që është një moment i ulët fatkeqësisht në historinë politike të marrëdhënieve të Kosovës me Bashkimin Evropian. Zoti Gjinali, ju falenderoj për të gjitha mendimet dhe sjellja në studio. Ditë mbarë.